I rëndësishëm nga këto është apigenina. Apigenina, unë do t'ua tregoj dhe pak më parë, dhe këtu, mbrapa meje, apigenina është një flavonoid shumë i rëndësishëm sepse mbron zemrën, mbron qarkullimin e gjakut, mbron trurin, ka efekte antibakteriale, madje stimulon dhe pastrimin e qelizës nga mbeturinat e ndryshme. Atëherë ja ku e kemi. Apigenina thuhet që është e rëndësishme sepse stimulon kinazat e aktivizuara nga adenozin monofosfati. Kinaza është mbrojtësia, apigenina është mbrojtëse e zemrës, mbrojtëse e mushkrive, pra është antiazmatike, është mbrojtëse gastrointestinale, është antiinflamatore, redukton disa citokina inflamatore, TNF-alfa, interleukinat, kemokinat, ose ato të cilat quhen mesazherët inflamator, IL1, IL2, IL3, mbron nga ana tjetër edhe pjesën e sistemit genito-urinar, mbron veshkat më së shumti. Pra duhet që ne po përqendrohemi tek funksioni i veshkës. E tham pak më parë. Reduktonte grumbullimin e kristaleve në veshka, ka rol diuretik dhe apigenina mbron funksionin e veshkës. Por me kujdes, majdanozin ne nuk mund ta përdorim gjatë natës, sepse duke qenë se është diuretike, mund të stimuloj ose mund të ketë një ndjeshmëri më të lartë personi që të shkojë dhe të dali në tualet. Ku e gjejmë ne apigeninën? Apigenina kryesore më së shumti ndodhet tek majdanozi. Janë edhe ushqime të tjera të cilat janë të pasura me apigenin, të cilat do t'i shikojmë përsëri këtu. Apigenina ishte një flavonoid që apigenina ishte edhe një neuroprotektiv i trurit. Atëherë apigenina ndodhet edhe tek brokoli, ndodhet tek mjedrat, ndodhet tek boronica, ndodhet tek specat, ndodhet tek pjesa e asparagusit, ndodhet tek artiçoku, ndodhet tek hudhra, ndodhet tek qepa, ndodhet tek majdanozi, ndodhet tek karafili, ndodhet tek vajudhiri, pra ndodhet tek shumë ushqime. Më së shumti ndodhet edhe tek majdanozi që është kryesori që ka apigeninën. Sipas studimeve shkencore të cilat janë bërë, apigenina është edhe antispazmolitike. Pra majdanozi redukton dhe dhimbjet e barkut kur ne mund të kemi konsumuar shumë ushqim ose kur ne mund të kemi një fryrje barku. Çaji majdanozit njëherë nuk është vetëm për funksionin e veshkës, por është edhe për të lehtësuar dhimbjet e barkut nga një ushqim i rënd ose nga një iritim i zorës së trash. Tjetër, apigenina ndodhet edhe te disa fruta, ndodhet tek shega, ndodhet tek molla, ndodhet tek dardha, ndodhet tek kivi, që ja ku e kemi dhe përsëri këtu. Tani në këtë stin, patjetër që molla dhe pothuajse kivi janë frutat cilat janë më shumë që përdoren. Molla njëherë është shumë e pasur dhe me kwarcetin, fisetin që e kemi thënë, ose metoksiapigenin, metoksiluteolin, metoksifisetin. Tjetër, apigenina ishte e vlefshme dhe në mbrojtjen e fshikësës urinare. Pra mbron fshikësën e urinës aty nga elementet e ndryshme dhe nga bakteret e ndryshme, kryesisht nga kolonizimi e Escherichia colit. Për trajtimin mbështetës të Escherichia colit është edhe majdanozi. Majdanozi krahas apigeninës që ka metoksiapigeninës, metoksiluteolinës, metoksifisetinës, iridoidve, ksantonëve, flavonolignanëve, astragalozideve, betulinikëve, përmban hekur, përmban kalium, përmban vitamin C, përmban edhe pak molibden, pra ndihmonte që ne të kemi dhe një përqindje më të ulur ose kolonizim më të ulur të një bakteri i cili është vërtet shumë i dëmshëm që quhet Escherichia coli. Edhe njerëzit që kanë infeksionet përsëritura të traktit urinar nga Escherichia coli, konsumimi i çajit të majdanozit me vitamin C ka vlera në uljen e kolonizimit të këtij bakteri. E tham edhe pak më parë që majdanozi përmbante edhe disa lëndë të tjera, përmbante kaenferolin, dhe kaenferoli kishte lëndë antivirale dhe antibakteriale, që nuk lejon kolonizimin e Escherichia colit në traktin urinar. Dhe kështu përmirësohet djegja e urinës, përmirësohet dhe një urinim i shpesht, përmirësohet edhe, reduktohen edhe mundësit që ne të zhvillojmë kristale ose që të zhvillojmë gur në pjesën e veshkës.
pra parandalus kryesor i kristaleve në veshka dhe i mbeturinave në traktin genito-urinar, nga veshka në ureter dhe drejt shikëzës së urinës. Tjetër, si mund të bëhet çaji majdanosit? Këtu duhet të kemi pak kujdes. Edhe shumë çajra të tjerë, këto nuk mund të bëhen të dyja bashk. Pra, nëse ju bëni zjerjen e të dyjave bashk, edhe të majdanosit, edhe të ujit, shumë flavonoid, shumë izoflavone, metilflavone, nuk funksionojnë siç duhet dhe denatyrohen. Ato mund të bëhen duke zier njër ujin fillimisht. Pra, zihet njër uji 5 deri në 10 minuta, ose vlohet, më pas hiqet dhe si përshtohet rreth një lug gjell majdanoz ose rreth 10 fije majdanozi, ku mund të jetë i freskët edhe i thatë. Lihet aty rreth 5-10 minuta, më pas skullohet dhe mund konsumohet si çaj me limon, mund konsumohet me mjalt, por më së shumti unë jam tek limoni. Mund t'i kombinoni dhe me dyja, limon dhe me mjalt. Dhe nënat shtatzan nuk mund ta përdorin, sepse shkakton kontraksione uterine dhe mund të rrisi një lindje të parakoshme. Pra mund të bëj dëm me pak fjalë, sepse rrit kontraksionet e muskulaturës së uterusit. Duke qenë se mund të rrisi kontraksionet muskulare, nga ana tjetër ne mund të kemi efekt negativ. Pra kujdes, nënat shtatzën nuk mund ta përdorin si çaj organik ose si çaj mbështetës për një infeksion të traktit urinar. Është shumë e rëndësishme kjo të vlehet edhe të theksohet. Si çaj nuk mund të përdoret më shumë se sa 1 deri në 2 filxhan në ditë dhe mund të përdoret në mëngjes pas ushqimit ose në drekë. Edhe një herë tjetër, nga personat të cilët kanë probleme me prostatën, sikurse e thash edhe për nënat shtatzan, që nëse mund të përdoret, mund të shkaktoj kontraksione të muskulaturës. Persona cilët kanë hipertrofi, adenoma, problematika me prostatën, para gjumit, këtë lloj çaj nuk mund ta përdorin, sepse duke qenë se ka efekt diuretik, pra ndihmon dhe stimulon nxjerrjen e urinës, atëherë mund të kenë efekte të kundërta dhe mund të kenë problematika përsëri me prostatën. Është i mirë tek ata persona që trupi i tyre mban lëngje, grumbullon toksina, pa pastërti, dhe është një bim shumë e mirë edhe për të ndihmuar trupin ton që të drenazhoj ose që të ketë një drenazhim më të mirë dhe të lëngjeve të trupit. Stimulon sistemin limfatik, stimulon muskujt e zorës, stimulon dhe pjesën e acidit kloritrik. Tjetër, ku ndodhet apigenina? Ndodhet edhe tek kamomili, por ndodhet edhe tek artiçoku. Artiçoku është një bim tjetër e cila ndodhet në Shqipëri, madje quhet edhe argjinare, që ka dhe luteolin, ka fisetin, ka silimarin, ka silikristin, silibinin. Ja ku jemi. Artiçoku mund të bëhet i gatuar në gjell, mund të bëhet në supë, pra ka luteolinën, apigeninën, silibininën, silikristinën. Silikristina dhe silibininat janë shumë të rëndësishme, sepse ndihmojnë transulfatazat, acetiltransferazat, glicin acetilazat në mëlçigjen e këto toksinat i bëjmë të tretshme në ujë dhe të ndihmohet funksioni i mëlçisë. Kamomili, argjinaria, sikurse dhe majdanozi janë shumë të pasura me apigenin, që apigenina është molekula kryesore që këto tre bim kanë, dhe fal apigeninës, veshkat nuk mund të grumbullojnë ose nuk mund të krijojnë aty kristale të ndryshme, reduktohet dhe kolonizimi i Escherichia colit, që ishte një bakter vërtet shumë i dëmshëm që përqendrohet në traktin genito-urinar. Ishte mbrojtës madje dhe i pankreasit. Pra ka dhe efekte antidiabetike. Ruan qelizat e kuqe të gjakut, është edhe neuroprotektiv i trurit, stimulon dhe prodhimin e oksidit nitrik në endotel. Endoteli është stresa e brendshme të gjakut, oksidi nitrik është një gaz që nuk lejon kontraksionet ose që nuk lejon ashpërsimin e kapilarëve ose të endëve të gjakut.